Ndërtesa e kuvendit, kur është punu punonësit, punëtorët kanë gjetë eshtra njerëzish. Këtu mbrapa nesh është tani hoteli i cili është ndërtu në një lokalitet ku paraprakisht ka pas edhe varreza, jo vetëm këtu, po edhe në drejtim të kuvendit kur është ndërtu punonësit që kanë punu në atë kohë kanë hasë në eshtra, që do të thotë se qyteti i Prishtinës ka qenë në vazhdimsi i banum, e seriozitetit të kësaj ka qenë edhe ka pas edhe varreza. Po janë hasë eshtra edhe gjunë të objekteve tjera, të cilat kanë qenë të ndërtuar paraprakisht. Do të thotë se mbi rënojat e objekteve paraprake është ndërtu objektet e reja të administratës edhe të pushtetit, po dhe ndërtesa më vonë të banimit. Këtu ku ndodhemi tani fizikisht ka qenë pikrisht objektet e qarshis. Ndërsa më vonë, kur janë rënu ato, sepse ka fotodokumentacion, pikrisht tu ku ndodhemi objektet ka qenë, dhe në vitet e 50-ta, ato kanë funksionu, kanë qenë funksion. Mirë po kur është zhvillu administrata, Prishtina e merr rolin e një kryesqende të Kosovës, pas luftës së dytë botërore fillon ai renesanca ta quajmë e ndërtimit. Domthonë një zhvillim i ndërtimit, dhe si rezultat i kësaj, disa nga objektet janë sakrifiku, disa me qëllim, disa pa qëllim si rezultat i zhvillimit, sepse çdo zhvillim mund ta dëmtoj një kulturë të mëhershme. Këtu, siç e tha më herët, ka pas edhe qëllim, për mendimin tonë si profesionist, për arsye sepse është dëmtu një pjesë e cila ka mujt me urujt edhe më bartë e gjeneratat e reja. Domethënë si pasuri e përgjithshme, siç është rasti i komplekseve tregtare që në atë kohë quhet qarshi në periudhën. Këtu ndërtesa ku është ndërtesa e kuvendit, kur është punu punonësit, punëtorët kanë gjetë eshtra njerëzish. Mirë po, ato nuk kanë qenë të sistemuar sikur sot bie fjala që do të nënshtrohen i kontrollit të arkeologëve, të punonësve shkencorë dhe ta studiojnë, ta olimtojnë dhe ta dokumentojnë, për arsye se atëre ka qenë shtytja për me u zhvillue si qendër e ndërtimit edhe qendër e administratës, edhe këto pengesa kanë qenë të parëndësishme për pushtetin e atërshme. Edhe pse e kanë shkatruar një pjesë të kulturës, edhe mbamendjes së popullatës, por edhe gjeneratat më hershme.